votën në atë masë që siguron palës në pushtet fitoren, reflekton edhe në përgjigjet e të anketuarve. Tashmë frikë, se e lidhme dhe me debatin që kishim, tashmë presionin dhe administratës, inxhinjeringu i votave, llogaria me laps në dorë, votat në çdo kuti, nuk lën asnjë gjë ti shpëtoj, ti jetë jashtë rastësisë. Dhe shtohet presioni, shtohet frika dhe ne themi sa herë në studio dhe pala kundërshtare thotë që po të shkojnë në fletën në kutinë e votimit, atje është fshehtas dhe mund të votosh këtë duash. Jo. Kjo kohë ka qenë para 10 vjetësh. Tani ata një qendër votimi për shikuesit vlen kjo ka jo më shumë se 400 vota. Po. 400 vota zakonisht janë 200, 2 ose 150, 100. Plotësisht e monitorueshme, plotësisht e kontrollueshme. Dhe ata emra janë aty prej vitesh, patronazhistët janë aty prej vitesh, kështu që presioni për vendin e punës, legalizimin, shkollimin, tatimet, dyqanin, ekonominë e vogël. Mendimin tim bëjnë këtë realitet. Bëjnë një qartësi të madhe për sa i përket votës dhe leximit të saj paraprakisht edhe nga sondazhet dhe nga vetë deklarimet. Raki Pllari? Duke pas parasysh faktin që sondazhi është kryer, të themi, javën e fundit të prillit, pra në fundin e prillit, pra që është, themi, ka ngelur dhe sa ka ngelur dhe 10 ditë nga ose një javë nga zgjedhjet. Unë besoj që shifrat e sondazhit kanë të logjikën që drejtimi i mirë ose drejtimi i gabuar, përqyeshmëria etj. Që pak a shumë janë në të themi në logjikshme në kraun e njëra tjetrës. Pra mendoj që njerëzit janë përcaktuar se ku do qëndrojnë. Dhe e lidhin gjithë bashkë përqyeshmërinë me Ramën, drejtimin e mirë etj. Secili e lidh me ose përqyeshmërinë me Berishën, anti-përqyeshmërinë me Berishën e lidhin me vendimin që kanë marrë për datën 11 maj. Dhe unë mendoj që fushata, duke pas parasysh tani edhe shifrën e re, që desha të bëj analizë. Më i rëndësishëm që përfundon analizën desha ta bëj bashkë me rezultatin makro, pavarësisht se keni votuar në zgjedhjet e prillit 2021, nuk po ta ndërpresë, mendoj që do të jesh në linjë duke vijuar me këtë. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, për cilën parti do të votonit? Partia Socialiste 49.4 pikë përqindje. Partia Demokratike 34.9, vijon me shifrën e lartë në partit e reja Mundësia me 5.3 pikë, e ndjekur nga 3.3 Nisë Madhe Shqipëria Bëhet, nga 3.1 PSD-ja dhe pastaj 0.5 Koalicioni Euroatlantik. Dhe lëvizja bashkë partitë e tjera etj. Pra 49.4, 34.9, 5.3, 3.3, 3.1. Këto janë shifrat e le të themi konsiderueshme për mandate. Pra, do të thënë, të gjitha këto konvergojnë në një logjik, pra që shkojnë te kjo 49.4 pastaj. Pra nga përqyeshmëria e Ramës që është diku te 51-52%, gjithashtu drejtimi i mirë që shkon 52% etj. Dhe shkon te shifra 49.4. Kemi krahasimorën shpresoj, megjithëse është punuar deri në çastin e fundit. Është diçka 1% më lart për PS-n, PD-ja është shritur me 0.5%. Ka qenë 48.9 në javën që shkoi, ka shkuar 49.4. Me 0.5% janë rritur dyja, praktikisht. 34.4, 34.9. Po. Ka Mundësia, me sa duket, ka një rritje dhe 2.9 PSD-ja ka një rritje me 3.1 dhe nga Shqipëria Bëhet 4.2 ka një rënje me 3.3. Pra logjika Grida është kjo, domethënë që ka ndikuar fushata. Pra fushata ka dhënë verdiktin e saj në këtë, duke pas parasysh që ky është një sondazh që bëhet nga një sondazhist që është një mark ndërkombëtar, dhe ne thjesht na ngelet për ta absorbuar dhe për ta kuptuar kështu siç është. Analizimi patronazhistëve. Jo, një sekondë Sulë. Unë kam analizën time, do ta them vetë që nuk hiqet ajo, por logjika është kjo që ka dy elementë sipas meje. E para një herë që Edi Rama, kemi parasysh fushatën e Edi Ramës dhe fushatën e Sali Berishës, fushata është personalizuar rreth këtyre dy individëve. Unë mendoj që Rama është ka imponuar agjendën e tij, pra ka imponuar agjendën e vet, qoftë nga pikpamja e asaj që e tezave, por edhe pra të tezës së madhe të themi të
të pasaportës europiane, që është diskutuar, pra gjithë palët e tjera kanë ndjekur agjendën e tij, pra mund të integrohemi në 2030, s'mund të integrohemi në 2030, por edhe agjenda e tij e gjuhës të, si të themi, bulliste, çyryk, e tjerë, dhe që opozita nga ana tjetër ndjek atë. Pra nuk është se ka Jo, flas agjendën ka që ti rritesh në sondazhe duke thënë gjysmën së shqiptarëve çyryk. Sepse ka, më fal, sepse e ka Nuk ka ndodhur në botën. Po dakord, po ka imponuar debatin në agjendë. Agjendën e ka imponuar ai. Agjendën e ka imponuar ai, pra. Ti thua nuk është fushata, është patronazhiste. Po, në aksion gjitha elementet. Unë po them që Rama 48.9 ka qenë në javën e kaluar, 49.4, zgjedhjet e fundit në rang kombëtar, PS-ja ka qenë 48.68. Rritet mbas 4 vjetësh dhe mbas 12 vjetësh. Sepse, do ta shpjegoj, kam dhe analizë për këtë, për 4 vjet. Po të bëj dhe analizën e kësaj. Ka nikur njerëz. Dakor. Ka nikur njerëz. Ka nikur 40.000 në vit, i thon për 4 160.000. Shqipëria në raporte ndërkombëtare është me varfra, shqiptarët më të varfrit në Ballkan. Pra ti thua, është punë strukture, patronazhimi, monitorimi? Është punë patronazhimi dhe efektësh dhe efekti i jo ligjor elektoral. Okej, përveç kësaj, Grida. Dhe nuk është punë fushatë, thot Sulo, po problem Sulo. Për mendimin tim, Grida, çfarë po ndodh në terren? Mbasi mbaroi punë me LSI-n. Po. Mbasi mbaroi punë me LSI-n duke e joshur, duke i kërkuar në video hapur në 2021, duke thënë, duke marrë lefter kokën dhe duke thirrur në Sip Nachon. Tani ka shkuar të elementet, faktorët elektorale të PD-s, biznesmen, pranë PD-s, shefa celulash të PD-s që ka PD-ja grup seksionet, duke i heshtur, duke i joshur, duke i neutralizuar. Po shiko, unë nuk e... Nga në tjetër? Unë nuk e... Këto janë faktorë që ekzistojnë, të i thotë Sulo, por fushatën do ta marrim më makro, sipas meje, sepse prit një sekond. Unë mendoj që dikojnë ato dhe jo Sulo, gjua. Më le ta bëj analizën të ta them. Pra, të dy kampet kryesore politike nuk është se kanë një ndryshim të madh nga pikpamja atyre që premtojnë dhe atyre që kanë hedhur në treg. Pra nga programet janë pothuajse të njëjta. Pra ta mbaroj. Premtimet janë pothuajse të njëjta. Domethënë këta kanë kapur problematikën e shoqërisë shqiptare dhe propozojnë, secila palë propozon pensione më të larta dhe bile barabar, minimum jetik të njëjtë, pensionet rrogë minimale të njëjtë, pagë mesatare të njëjtë. Të njëjtë, gjithçka të njëjtë. Berisha ka rrogën mesatare, PD-ja ka pagën mesatare shumë të lartë. 1250, 1200. Nuk ka 500 rroga minimale, pra e vetmja që Berisha ka 6 muaj që thot atë. I vetmi qofse ka një gjë që ka bërë një sekond, i vetmi moment ku ndahen është taksa e shes, taksë progresive. Unë jam kritik për fushatën e PD-s. Ti ke drejt që ai ka udhëhequr fushata e PD-s, ta mbaroj. Berisha ka 6 muaj që thot 200 euro, 400 euro, 1200. Sulo, vetëm se diskutimi është që ai është në opozitë dhe në rast se thotë ky që është në pushtet,